Ndalesa e radhës e kandidatit për deputet në listën e hapur të koalicionit Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Petro Gjikuria, ka qenë fshati Drovjan. Në këtë fshat, larg aksit nacional Sarand Finiqa Bot, kandidati për deputet Gjikuria, ka zhvilluar një takim me ata pak banor të zonës të mbetur aty. Përgjatë këtij takimi, Gjikuria ka qenë i shoqëruar nga kryetari i Partisë Bashkimi për Drejtat e Njerëzit, Vangjel Dule. Për të shkuar në Drovjan, ajo se çfarë përballesh njerë është rruga e shkatruar. Vetëm 6 kilometra rruga amortizuar ndër vite, e cila nëse do të ishte me asfalt do të duheshin më pak se 10 minuta, ndërsa tashmë për të shkuar drejt Drovjanit të duhen më tepër se 30-40 minuta. Rruga është problemi kryesor i cili u shpalos nga banorët e zonës dhe përgjatë takimit me kandidatin për deputet. Sipas banorëve, ajo është një ndër faktorët pse fshati i tyre nuk është zhvilluar, teksa banorët treguan se ndër vite nuk kanë parë asnjë investim. Fshati Drovjan ndër vite është përballur me largimin masiv të popullsisë. Sot në këtë fshat ka mbetur vetëm mosha e tretë, pasi rini nuk ka më. Ata janë larguar në emigrim kryesisht drejt Greqisë. Banorët e fshatit përgjatë takimit me kandidatin Gjikuria renditën disa faktorë kryesor të largimit të rinjve, si mungesën e perspektivës për një jetë për të krijuar të ardhmen në këtë vend. Në fjalën e tij, Petro Gjikuria falenderoi banorët e zonës që ende kanë qëndruar në fshat duke dhënë kontributin e tyre. Gjithashtu ai premtoi angazhimin maksimal për abilitimin e rrugës së fshatit, duke zgjidhur këtë problematik. Gjikuria vendosi theksin edhe tek një sërnismash që synon të ndërmarrë nesër në kuvendin e Shqipërisë në favor të qytetarëve për të rritur perspektivën e tyre për jetën dhe të ardhmen.